në Pallatin e Ndaluar, një prej mrekullive të botës, Pallatin perandorak kinez, i cili u ndërtua për 16 vjet, nga viti 1406 deri në vitin 1422. 1 milion kinez punuan për ndërtuar këtë pallat në qendër të Pekinit, i shtrirë në 72 hektar, i përbërë nga 980 godina, thuajse 9 deri në 10.000 dhoma, duke përfshirë dhe dhomat ndihmëse, dhe njëkohësisht i rrethuar nga mure 10 metra të larta dhe kanale me ujë mbrojtëse 52 metra të gjerë dhe 6 metër të thellë. Është një prej mrekullive të botës, sepse për shumë vite ka qenë mbyllur, vetëm perandori mund të hynte nga ajo derë atje dhe njerëzit që punonin për perandorin. Asnjë njeri tjetër në Kinë nuk mund të hynte dhe për këtë quhet qyteti i ndaluar. Ende sot, vetëm 60% e qytetit të ndaluar është e hapur, 40% që tjetër nuk është hapur kurrë, vetëm një herë për një kanal televiziv kinez janë hapur dhomat në pjesën përtej që konsiderohen të mbyllura që nga momenti që perandori është larguar nga ky pallat. Këtu perandoria kineze qëndroi që prej vitit 1421 deri në vitin 1920, në mos gaboj e 9, pra rreth viteve 1920 për një periudhë thuajse 500 vjeçare. Perandori fundit ishte Pu, i cili u largua nga Pekini, më pas u kapërova, i përfundoi në burg në kohën e komunizmit dhe vdiq si një rojtar i oborreve të pallatit perandorak ku kishte qenë vetë perandor. Ky është holli i parë, është e mbushur me turistë që vizitojnë një prej mrekullive të botës, nga Forbidden City